është përballë. Është përballë. Në Kubë, Partia Komuniste hap tregun më në fund, kjo kulla ndodh vetvetiu apo ndodh pas gjithë rrethimit që i bën amerikanët prej muajsh të tërë ku atje s'kishte drita, s'kishte ujë etj. Pra, është një zbythje kjo e Partisë Komuniste Kineze përballë presionit amerikan? Jo. Ai ka bërë reforma, është shfolur për reforma etj. Ja le do të nxjerrë tani disa lajme. Kryeministri kubanez Manuel Marrero i paraqiti Parlamentit 18 qershor një program shumë të gjerë reformash favor të ekonomisë tregut, një pikë thesë historike për ishullin komunist duke kapluar nga një krizë e thellë ekonomike. Për herë të parë duhet thënë. Gjërat janë të lidhura me njëra tjetrën. Kubën deri tani në atë lloj forme ka mbajtur Venezuela dhe ekonomia venezueliane. Me rënien e Maduros dhe vajtjen e Maduros në burg dhe rënien e mundësisë që Venezuela të çonte edhe naftë, po edhe keshin që vinte nga trafiku ndërkombëtar i kokainës, Kuba mbeti pa para. Në anën tjetër, megjithëse Rusia vazhdoi të furnizonte Kubën, Rusia është shumë larg dhe në takimin e famshëm që bëri para një muaji presidenti Trump me presidentin kinez në Pekin, u fol edhe për Kubën, ku SBA-ja u angazhua që të mos bëj një pushtim të Kubës ushtarak, cilin e ka gjithmonë të mundur pikërisht duke respektuar marrëveshjet e të shkuarës, duke patur parasysh që SBA-ja ka dhe trupa në pjesën këtej të ishullit, Guantanamo, por që Kuba të filloj një seri reformash në të cilën Kuba do t'i ngjajë gjithmonë e më shumë ekonomisë kineze, cila ruan sistemin politik unipolar, por hap një sistem, por funksionon me sistemin e ekonomisë të tregut. Në anën tjetër, ne ju e shikoni në hartë, aty ndodhet Florida, ndodhet dhe Tampa, që është një nga bazat më të mëdha amerikane, është përballë Miamit, Kuba. Pra, është zona elektorale par excellence dhe më e fuqishme e zotit Rubio, që është sekretari i shtetit. Normal, dhe me origjinë nga... Dhe me origjinë nga Kuba, baba i tij është një nga ata që ka ikur në ekzil nga Fidel Castro dhe nga regjimi komunist, dhe që premtimi i vetëm që ka patur zoti Rubio për gjithë komunitetin kubanez në Florida, ka qenë që ne do të arrëzojmë regjimin në Kubë dhe do t'i rikthehemi Kubës, dhe kjo është dhe arsyeja pse komuniteti hispanik në zgjedhjet e fundit votoi kudo për Donald Trumpin dhe nuk votoi për të majtën, pavarësisht se verbalisht Trumpi dhe republikanët shprehin për një politikë ndryshe kundër emigracionit hispanik etj. Por premtimi ka qenë dhe mbetet Kuba, dhe duke qenë që... Çfarë ndodhi me Partinë Komuniste Kuba? Unë mendoj që Partia Komuniste... Unë ndje detyruar të bënte këtë reformë. Jo, përveç që unë ndje detyruar nga varfëria etj. Partia Komuniste ka marrë urdhër nga kush? Nga kinezët, pra nga pas marrëveshjes së bërë mes presidentit Trump dhe presidentit Xi Jinping, që të filloj këto reforma dhe duke patur garanci që nuk do të ketë një pushtim të Kubës ushtarakisht nga amerikanët, por si rrjedhoj e këtij presioni, Kuba është detyruar që dal nga dal në një kohë relativisht të shpejtë të filloj reformat, dhe unë mendoj që edhe brenda 2 vitesh do jetë detyruar të bëjë zgjedhje dhe le të themi ky është fundi i një sistemi anti-amerikanist në Kubë. Duke thënë Çan që nga 60-ta e këtej, e gjithë politika anti-gringo, pra anti-SBA në Amerikën e Jugut, është gjeneruar nga Kuba dhe nga shërbimi sekret kubanez. Shërbimi sekret kubanez duhet thënë që ka qenë shërbimi më i hidhur dhe më i fortë i të gjithë vendeve të Amerikës Latine. Pse? Sepse shërbimi sekret kubanez është fëmijë i lindur nga KGB-ja e dikushme. Sigurisht, nga rusët. Nga sovjetikët, po. Dhe kaq i fortë ishte sa pavarësisht se Bashkimi Sovjetik është shkatruar pas 35 vjetësh, Kuba arriti të mbjetoj edhe 35 vjet. Dhe ka qenë Kuba që mbajti në këmbë sistemin chavist në Hugo Chavez. Në Venezuelë. Vdiq ka kohë. Ka vdek me koha, i me kancer, dhe në gjithë Amerikën e Jugut, dhe unë shoh që pas kësaj, pra pas
rënjes Kubës, vendi tjetër që do bie dhe që do rrëzohet, do tjetë regjimi në Nicaragua, që është po aq i vjetër sa Kuba në këtë sistemin anti-SBA. Pra, le të themi, kemi pasur një marrëveshje mes Kinës edhe SBA-s, që ti tërhiqur nga lufta me Iranin, ne do bëjmë të mundur rihapin e tregtisë etj. Por ne do të hapim rrugën në Amerikën e Jugut, pasi aty është sfera kryesore e influencës, dhe në strategjinë kombëtare të bërë nga SBA-ja në fillim të viti, hemisfera amerikane ishte edhe prioriteti numër 1 politikës së jashtme. Ne po shohim këtë proces, kulla, jemi duke parë këtë proces apo jo? Është proces ky. Ky është proces. Interesante shumë. Dhe siç e pe lidhej pika parë me pikën 3, pra diskutuar me Arubën. Mund ta vini dhe dytën në fakt të Kubën. Po, s'ka rëndësi, po e lidhen për ta kuptuar që gjërat lidhen me njëra tjetrën nuk janë të rastishme. Tani, kush drejton në Kubë tani aktualisht, kulla? Drejton Partia Komuniste, ka një... Jo, kush është udhëheqësi? Udhëheqësi politik shpirtëror është vllai i Fidel Castro, Rauli, por cili është i moshuar dhe mbi gjitha Kuba është ekonomikisht e rrëtë. Pra, Rauli një lloj Gramosruçi apo jo? Dikur, jo tani s'ka Gramosruç më. Rauli mund të them një lloj Ramizalie. Një lloj Ramizalie. Ndërkohë që udhëheqësi zyrtar kush është? Kryeministri që ka... Ky që më the emrin, si quhet? Është shkruar aty. Manuel diçka. Me qëra fjara kulla, para se të ikësh, i kam thënë Ledios, besoj i ka gati, kam thënë Ledios që do t'i nxjerrim kullës së para se të ikim, iqe fabulon kulla tani nga ti Ledion nga ekrani, sepse dua t'i nxjerrim kullës tre gjëra Ledion. Këtë thuaje, i ke në WhatsApp, këtë hartën që vërteton se sa të pastra janë detet tona, detet vërdall, jo vetëm Shqipëria, por është gjithë harta e botës aty në fakt. Dhe kjo është një hartë e cila nuk të lë të gabosh, sepse nuk është bërë nga ne. Është hartë që mund të futesh ta shohësh në web. Ledio do ta plas tani kullaj, ta komentosh pak të lutem. Pak sekonda. Pas saj hartës Ledio kemi një eurodeputete italiane e cila në një mënyrë thotë të vërtetën asaj që ndodhi Tereza Luta, i thot Ramës që është komplet e kundërta e kësaj që boton të i, thot. Në fakt ka ndodhur kjo ishte e paparë, e kemi përkëtim Shqip. Ke dhe, pas sa italianes kulla, do shohim dhe një gjë shumë të bukur, ndërkohë që pritje protesta për të liruar Kakomen, shkoj vetë shteti, hoqi telat. Kjo ishte perlë, do shohësh në fund. Po ja të pas të shënë veprimi mënçur. Po. Tani shiko kulla. Gjitha këto që janë me blu, dhe më në detet e në pasra. Ati ku ka të kuqe, janë fekalet. Ku janë të kuqet, kulla? Unë jam pak daltonik, po i dalloj këtu të bregu jonë, dhe mësë. Shikoj e qik. Po thuaj se gjithë bregu i Shqipëris, shikoj e qik, Greqia është komplet blu, që nga Korfuzi ati që mbaron, ati do t'jetë Himara ati të pjesë e Korfuzi. Shikon ato të kuqin ati, kulla? Italia është sigurisht fundi i qizmja këtu, është blu komplet, dhe kjo, dhe vetëm shikojnë që në Shqipëri, ke po thuaj se... Ajo kuqja poshtë është Saranda. Saranda është në fund fare përballë Korfuzit, po fiks. Saranda ti është, po. Ku ngjitemi ke Kërthiza është përballë Vlorës. Ku ngjitemi pastaj Ledione, e komenton që kartës... Përballë Karaburunit i bie është Vlora. Ç'është zëni Ledion? Përballë Karaburunit i bie që është Vlora, që deri me një farpike vjen blu, jeshile, pastaj vjen e kuqe. E kuqe, po. Dhe ajo kuqe është ajo kuqja lart fare Ledio ç'a është ajo, që është shusi krimb. Po ajo është i bie tjetë Golem, Durrës, gjithë kjo pjesa këtu. Golem Durrës apo mos është më lart se kaq? Jo, është nga Durrësi shkon deri për te Qerretit, domethënë. Kjo do të jetë është zona e Golem Qerretit aty. Ja Durrësi. Dhe atje është gjiri. Është gjiri. O Ledio, Durrësi do të jetë Velipoja. Është Velipoja. Po dhe po të vëshërit Djathas është edhe Pogradeci. Shive Pogradeci i kuq komplet, që derdhen gjithë fekalet. Pra kjo është niveli i fekaleve, zënja zotëni, që derdhen det dhe shikoni Shqipërinë, me që po flasim për turizm elitare për gjitha këto, kjo është situata sot që flasim. Por t'ju dhënë një ide, si vini të zgjuar, për pasere do t'ju japër ca prova, kështu, vup t'ju vinë në sy që ta kuptoni. Dhe për propagandën e madhe që bëhet, që është një neveri ku shikoni faktet dhe fakt janë të tmerrshme. Ledion. Mjafton të shkosh e ta shohësh fizikisht se si po
Se si po priten pemët në atë pjesë të Bregdetit, këtu në zonë nga... Le pemët, kjo është pisiku i fekaleve. Si po priten pemët dhe po bëhen pallatet larta dhe sigurisht ku të shkojë gjithë ajo gjë. S'ka rrjete. Para se të bësh ato lloj investime në infrastrukturë, sigurisht. Normale, kështu që logjike është, nuk është se 2 bëjnë 4. Besoj e kupton. Duhet të jesh në super inxhinieri kësaj gjë. Jo, qanë me qanë, po kjo është thjesht një provë e vogël ose një mënyrë fare e thjesht në fakt për të rrëzuar gjithë propagandën dhe gjithë mashtrimet që bëhen për turizmin elitar për këto. Turizmi elitar çan është një proces kompleks, i cilin nuk mund ta analizojmë vetëm me 2 minuta, por një gjë është e qartë që vendet e rëndësishme të Bashkimit Evropian që nuk lejohet fare që lagen nga deti Mesdhe, sepse flasim për deti Mesdhe, janë vendet cilat këtë lloj politikash i kanë strikte. Rregull pra. Kaq pra. Kaq ishte. Vazhdojmë Ledio me lajmin tjetër shumë interesant për të komentuar Pakulla. Ndërkohë më lajmërojnë kur të vinë çunat Marsidi Sebastiani edhe Sokol Bregu. Ledio, e dyta tham kjo... parlato del nostro emendamento, con un post su Facebook in cui dice che il Parlamento europeo con il voto di ieri ha separato i fatti dal fumo sulle proteste per l'area protetta di Via Sanarta. Peccato che diciamo esattamente il contrario. Ieri a Strasburgo abbiamo votato il report annuale sull'Albania. Abbiamo riconosciuto i progressi nel percorso di adesione all'Unione e il grande sostegno popolare degli albanesi all'Europa. Ma ci sono ancora enormi problemi da risolvere. La libertà di stampa ancora non garantita, la corruzione fortemente presente, le pressioni sulla magistratura, i diritti delle minoranze che non sono rispettati. E poi c'è Via Sanarta. Il nostro emendamento, votato a larga maggioranza, chiede una moratoria immediata su nuove autorizzazioni, cantieri, progetti, finché la legge sulle aree protette non sarà conforme agli standard europei. Ogni progetto deve passare da valutazioni ambientali rigorose, dal coinvolgimento vero delle comunità locali, degli scienziati, della società civile. Vede, Presidente Rama, le proteste del suo popolo non sono fumo negli occhi, ma sono una risorsa preziosa per la democrazia che si sta opponendo alle speculazioni dei super ricchi sull'ambiente, si stanno opponendo al modello estrattivo turistico e ai suoi cittadini. Alla popolazione albanese dobbiamo solo dire grazie. Ajo është një faqe që është shpërndar që të ndaj që kështë shumë klikime, kjo që thoshe mashtrusin Rama e zbulon kjo. Të se di, po unë s'kam pse komentoj më shumë, zonja fjallë ishte shumë e qartë, edhe unë edhe zoti Rama e njojmë shumë mirë italishtin, kështu që më qartë se zonja nuk kemi që shpërndar. Pra, moratoriumi është një kusht shumë i rëndësishëm, jo shumë i rëndësishëm, është një kusht i pa diskutueshëm që Parlamenti Evropian i vë Shqipërisë në raport me zonat e mbrojtura, derisa të ndryshojë gjithë legjislacionet dhe të identifikohet me legjislacionin evropian dhe detyron shtetin shqiptar që të kalojë dhe ligjin për referendumet lokale, që për çdo projekt të tillë të ketë një referendum që të shprehet. Tash këto nuk janë më opinione, këto janë fakte. Të tjerat pastaj janë bla 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 politike, po kjo është shumë e qartë domethënë. Prandaj thash, s'kam të komentoj sepse zonja është shumë e qartë edhe mendoj që edhe kryeministri e një italishtën po aq mirë sa unë edhe ka të qartë. Ja, po kjo nuk është normale. Dhe ka të qartë që këto janë kushtet të padiskutueshme. Ore, 22 minuta vetëm mua më lejohet të banohem me emisionin, jo juve opur. Po e di më vlla për atë çfarë bosh. Jo, po nuk është e parë. Nuk është e parë, mos e visin në fund të muhabet. Vazhdojmë. Vllai ta të kesh 10 minuta para çdo herë po. Jo, s'më intereson fare, kjo është ere dytë vlla. Mirë, ndjes. Tani do ju bëjmë të prisit, tani do rrim me kullën për qefin tim. Hajde çik, do ju bëjmë të prisit, se është ere dytë kjo që përsëritet. Dakor? Unë që bëj si presor. Ti që bën presion. Si presor, si mësues. Që vërtetësisht marrë dhe i thu për tani të ju vjen në përkthonjë. Plaf. Mashtrusa, hajdeni se nuk jeni të dera, hajdeni urgjent. Çfarë mashtrusa është po? Dëgjoj, o kulla. Do jenë duke u mbush me karburant, ka mundsi. Ha? Do jenë duke u mbush me karburant, ka mundsi. Jo, ne u mbushëm mirë Ledio. Jo, ne nuk u mbushëm, ne provuam dyshekun. Ha, si e mbushur akoma ne? Po nga dashuria për dyshekun sot, Apo një sekondë të mbushë me kullën dhe pastaj vim të rëgojmë dhe kullët atë që ndodhin ka kome sot. Çfarë perle ishte ajo, çfarë perle. Sa të bukur janë këto situata, janë pa para. Sa do bëjë një kështu, sa do bëjë një protestë e madhe sot ishte, do bëjë gjithë populli jugut andej, i marrës do shkojnë atje për të hequr telat. Në ka kome se kishte kohë që ishte rrethuar ajo. Kishte vajt shteti sot me ato makinat e veta,
paf, i kështë hequr vetë, dyert dhe gjitha këto hapën që të ashtu protesta. Nuk e di apo baba jo. Pra, nuk është çështje mundësie, është çështje dëshire. Po sigurisht, burja nuk diskutohet. Ikim Dera pak... u hoq për të vënë prapë, po. Ikim pak... A? Dera u hoq për të vënë prapë, them, po. Po sigurisht, mund të vijet prapë. U hoq për momentin, të ulin tensionet. Çfarë perle, më, çfarë... O, zoti matë, çfarë papagjinsh, më, çfarë papagjinsh. Ledio, ikim furnizohemi pak. Dhe ju e dini, zonë e zotrinj, mos fusi çdo lloj zorre në makinën tuaj, ju kam thënë, vetëm te SPO Ili, te Saidi i papar, benzina, nafta, super të pastra, pa hile, në gjithë piramidën në Shqipëri, ka ca pika të bardha, se është gjithandej mashtrim. Mund të gjeni ca pika të bardha që nuk janë mashtrim, që janë të vërteta, dakor? SPO Ili është një nga të rralla. Qoni makinën atjet, ju shpëtojnë makinat të marrë frymë, performance motori, the fuel of champions, është karburanti i kampionëve SPO Ili. Fiksojnë mirë. Thoni, ku do që t'jeni, thoni, tani do ikin të SPO Ili, futin në agent. Jo, o bo, qek motori. S'ka më qek motori. Po të shkosh të SPO Ili, s'ka më qek motori. E keni gjithë ndëjnë për Tiranë dhe kur dini nga Tirana, bravo Said, je i papar. Arrofte SPO Ili. E ledio, plasja në që kullës të, plasja pak kullës të. Këtë videon që ta shofi kulla e ta komentoj pak, se shumë e bukur. Janë ngjarjet e fundit fare sot to, prandaj po t'i nxjerr, se më pëlqen shumë që t'i komentojmë bashkë këto lajmet e fundit. Se më pëlqen shumë dhe mënyra jote, distancimi jote që bën edhe pastaj kur nuk do të flasësh, thua kjo është e thjeshtë, italisht dim të dy. E shihi. E ke marrë nga Saranda Web. Shive? Qa perle. Por qene kjo zhurma e këtyre, shikon shik. Në Kakome, një nga gjiret më të bukura të Shqipërisë. E di, kam qenë. Ja. Hoqën portën, ka vajt makina, hoqën portën e madhe. Ta shohim sa ka shku çmimi i skrapit sot. Po nuk është një gjë e madhe, më duke se vetëm portën e hoqët. Jo, peshon ajo portës. Peshon thua? Jo, më është spostu diku afër. Bën gjithë ato lek. Është spostu diku afër për të vënë prapë. Është atje? Qa thelet jo? Është postuar diku afër porta për të vënë prapë. Ore, ç'ishte kjo? Tani s'kthesh në prapë. Ç'ishte ajo si shenjë rumbullak atje brenda në Kakome më plak? Ke parasysh që ishte një si shenjë kështu e madhe dhe një rrugë në mes? Ç'a kanë bërë? Me nga pamje nga lart, shumë interesante. Ai s'po më nuk dim, a u bë protesta apo jo? Sebastian. U bë që protesta në Kakome sot pasi hoqën portën? A ishe për dielën? E ka nej 2 ditë para. Qarë perle. Ja të shofim. Halkulla. Ka i shprej popullore për këtë. Këm të shpejta faqe bardh. Që mund të themi në këtë kontekst. Po që mund të themi pra hiqe para se të na vëmë për para. Shpejt e shpejt. Se të shpëtojmë. Qarë perle. Pritë në zhvillime kullat, interesante, këto kohë. Jo në gjithë madhe? Jo, interesante, është botrori, është nëzet, fillon stina e verë, kupton, sepse më vinte për qeshur para kur ishte dita e tretë. Ja, qa është kjo kullat, kupton të i këtë shenjë? Se di, s'marrë vesh në këto. Po tani një sekundë, se kjo nuk ka bërë natyra. Ato janë punime, cilat me sa duket, po bëjnë ato rrugët ku do kalojnë këto mjetet për zhvilluar projektin e tjere, dhe... Pse, ma jo rumbullak të në mes shash, më kullat? Po se di, duhet që projekte, nuk mund të them, po duket që janë punime civile. Do jetë llogaritën e Çatrivana aty në mes. Jo, mërë, jo, a mundësi jo. Nuk, tashi, qani, po t'ishte në imiku jonë tjetër dhe thoshe kanë ardhur u thot nga lartë. Po, pra, duke sigur është pistë helikopteri, jo? Po nuk... Nuk duket ashtu? Ashtu duket, varet si e shef, mund të shosh... Helikopteri që të orientohet, që të ullet. Kurse unë e shof më shumë si kështu, si një hartë që janë darë ku do bëhen këto pjesët, ku do jenë ca vila, ku do jenë ca tjera, kështu si nga lartë. Për ke parasysh kur bën një projekt në fillim vizaton dhe pastaj këtë vizatimin e bën tokë me idenë se që aty do të shosh. Që gjeti, dëgjoj, që gjeti këtë ramën kër e mendon aty, ramëtin e shkret. Do të zhvillosh Shqipërinë dhe nuk e lënë më kulla. Ky është problemi, sepse të kujtohet që thoshte unë dhe populli nuk më duhet partia, se unë dhe populli kam populizmin, se populizmin në Shqipëri këta dy e nëzorën, Rama dhe Berisha. Më shumë Ramsi, më shumë Ramsi. Po sigurisht, sepse populizmi këtu është, sepse ne këshim parti dikur, këta i shkatruan partita dhe sollën populizmin. Tashi populli, që mos e përmend më atë punë e tortës pavarësisë unë tashi. Populli,
populli ka dalë në rrugë tash dhe hajde fute prapë. Dhe i kërkon që të më bëdhe mua aksioner, jo se është kundër, thoti. I thot më bëdhe mua aksioner, me që jemi bashkë. Kush? I thon Ramsit, më bëdhe mua aksioner. Populli thot hap kraun vlla se mbaroi historia dhe nuk është. Ata që janë aty kanë moshën e nipave të Berishës e... Po dhe kush do i bëj këto mrekullira, Murkollani, qofse ikën ai? Kush do i bëj këto mrekullira qofse ikën ai, shkreti? Kush do i bëj? Kush ka gusto dhe vizion për i bërë të gjëra? Jam dakord që nuk... Kam seriozisht. Nuk mund ta bëj dot as ti klapaj, as ky sheja, as një këto. Ore, ne flasim kështu sikur do iki. Ai sikën më ai këtu është më burr. Po mirë. Ai nuk e ruan fare për Ti the nëse. Po nëse gjithmonë. Po pra. Vllai falenderoj jashtë që më erdhe. Faleminderit ty. Kërkoj po bëhet gati Sebastian, zonja Marsit Gupi dhe Sokol Bregu, zonja Zotrinj. Unë me Kullën ne do e mbyllim këtë mes të emisionit me heshtje, duke parë njëri tjetrin ndoshta në sy. Ndonjëherë heshtja. Duke folur me heshtje. Duke folur me heshtje. Ato thosh heshtja flet më shumë ndonjëherë.